shqiptar u promovua libri Built Unbuilt, vepra të realizuara, vepra të parealizuara. Botimi më i ri i shtëpisë botuese Dugagjini. Libri sjell bashkëpunimin mes arkitektit me renome ndërkombëtare Julian Deshmet dhe fotografit të arkitekturës Julian Lano. Ngjarja mblodhi arkitekt, student, artist dhe dashamirës të kulturës, të cilët patën mundësi të takojnë nga afër autorët dhe të njihen me konceptin e veçantë të këtij botimi. Promovimi u shndrua në një platformë frymëzuese shkëmbim idesh, ku arti, fotografia dhe arkitektura u ndërthurën për të sjellë një perspektivë të re mbi mënyrën se si ndërtohen dhe imagjinohen hapësirat urbane. Unë jam arkitekt dizajner, por po ashtu edhe autori këtij libri, Built Unbuilt, i cili u botua disa vite më parë dhe tani po vjen edhe në gjuhën shqipe. Kjo po ndodh sepse po realizojmë gjithnjë më shumë projekte në Shqipëri, por edhe sepse besojmë se është e rëndësishme t'ua prezantojmë njerëzve idetë dhe këndvështrimet tona mbi arkitekturën. Për ne, arkitektura lidhet ngushtë me qytetin dhe shoqërinë. Prandaj dëshirojmë të ndajmë këto mendime me publikun shqiptar në një mënyrë të hapur, të sinqertë dhe modeste, duke krijuar hapësirë për dialog dhe shkëmbim idesh. Ky libër flet për punën tonë në kontekstin e asaj që është ndërtuar dhe asaj që nuk është ndërtuar. Përmes fotografive të realizuara nga Julian Lano, dokumentohet me kujdes ky udhëtim krijues, duke i ofruar lexuesit një pasqyrë të plotë dhe autentike të veprës së arkitektit Julian Deshmet. Një tjetër veçori e këtij libri është se vendosëm të punonim vetëm me një fotograf, pra me një sy të vetëm artistik. Ai punoi për 4 vjet me radhë për të fotografuar ndërtesat tona në vende të ndryshme të botës, duke i vizituar ato disa herë, me qëllim që të krijonte një interpretim personal të veprës sonë përmes këndvështrimit të tij. Ky fotograf është Julian Lano. Është interesante se ne ndajmë të njëjtin emër dhe të dy vijmë nga Belgjika, gjë që e bën këtë bashkëpunim edhe më të veçantë. Jo vetëm duke e parë atë si një ikon të përsosur dhe duke mësuar vetëm nga veprat ideale, të cilat shpesh duken të parëqme. Kjo qasje mund të ndihmojë studentët, por edhe çdo tjetër ta kuptojnë arkitekturën përmes përvojave të tyre jetësore dhe lidhjes personale me hapësirat. Në këtë mënyrë, arkitektura bëhet më e afërt dhe më njerëzore, si takimi me një mik të vjetër që nuk e ke parë prej shumë kohësh. Libri Built Unbuilt, vepra të realizuara, vepra të parealizuara, sjell një rrëfim unik mbi procesin krijues në arkitekturë, duke prezantuar jo vetëm projektet që janë realizuar, por edhe idetë dhe konceptet që kanë mbetur në letër. Atëherë, ky libër nisi me idenë që Juliani ta prezantojë dhe ta sjellë edhe më afër punën e tij në publik, duke sjellë duke e larguar nga puna tradicionale në arkitekturë, duke ndjekur projekte që kanë jetë dhe gjallëri brenda tyre. Libri shpalos dialogun mes vizionit arkitektonik dhe realitetit të ndërtuar, duke zbuluar histori që fshihen pas çdo projekti të realizuar apo të parealizuar. Libri fillimisht nisi me një koncept krejtësisht ndryshe. Megjithatë, gjatë punës për realizimin e tij, kuptuam se duhej të ndiqnim një rrugë tjetër, një qasje më njerëzore. Në punën dhe qasjen time, parimi kryesor është ndershmëria. Ky ishte edhe mesazhi që dëshiroja të përsillja, të jesh i sinqert ndaj një projekti, pa u përpjekur ta bësh atë më të bukur se sa është në të vërtetë. Ai është mjaftueshëm i bukur ashtu siç është. Nuk duhet të fshehim asgjë, por ta paraqesim realitetin me ndershmëri dhe autenticitet. Sipas organizatorëve të këtij eventi, ky botim vjen si një kontribut i rëndësishëm për lexuesit dhe profesionistët e fushës, ndërsa promovimi në Tiranë krijon një hapësirë të vlefshme për shkëmbim idesh dhe diskutim mbi zhvillimin urban dhe arkitekturën
e së ardhmës. Po për ne natyrisht ka qenë nder i madh që të përkthejmë dhe të marrim të drejtën drejt për drejt nga autori, nga Julieni, për botimin e kësaj vepre në shqip, duke pasur parasysh se libra të tillë të rëndësishëm në fushën e arkitekturës edhe mungojnë. Ne e dimë që shumë arkitektë dhe studentë konsultojnë literaturë në gjuhën angleze, por pikërisht kontributi shtëpisë botuese Dugagjini në këtë rast është përkthimi i tyre në shqip, që edhe lexuesit dhe të interesuarit tonë t'i kenë këta të qasshëm edhe në shqip. Bashkëpunimi me ta ka qenë jashtëzakonisht i mirë, shumë korrekt, edhe ata kanë qenë shumë të emocionuar dhe shumë të entuziazmuar që libri i tyre përkthehet edhe në një gjuhë si shqipja, sepse në fakt vetë arkitektet kanë bashkëpunëtor të interesuar për punën e tyre edhe këtu në Shqipëri dhe në Kosovë. Në fund, po besoj interesimi më i madh mbetet kur kjo histori shikohet nga shikuesit e televizionit Dugagjini edhe lexuesit dhe studentët e fushës së arkitekturës. Më trego ku do të mund ta gjejnë librin ata? Natyrisht pas promovimit librin do të mund ta gjejnë në librarinë Dugagjini, në Prishtinë dhe në Pej, si dhe po ashtu të interesuarit mund ta porositin edhe në webfaqen e librarisë Dugagjini ose përmes aplikacionit. Pas pjesës së diskutimit, mbrëmja vjoi në një atmosferë të këndshme me muzikë dhe koktej, ku të pranishmit patën rastin të vazhdojnë bisedat me autorët dhe të sigurojnë kopje të nënshkruara të librit, duke shndruar këtë takim në një ngjarje të veçantë kulturore për Tiranën. Librin Built on Built, vepra të realizuara, veprat nga arkitekti i njohur ndërkombëtarisht Julian Deshmet dhe fotografi i arkitekturës Julian Lano, të gjithë studentët e fushës së arkitekturës e arkitektët dhe të gjithë të interesuarit do të mund ta gjejnë edhe në librarinë Dugagjini.